Edhe pse në tregjet ndërkombëtare është shënuar një rritje e lehtë të çmimeve të derivateve, në Kosovë çmimet e tyre kanë mbetur të njëjta. Aktualisht në vend çmimi i naftës është nga 1.21 deri në 1.24 euro për litër, ndërsa benzina nga 1.21 deri në 1.23 euro për litër. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadel Berjani, thotë se ndryshimet e vogla në bursat ndërkombëtare nuk janë reflektuar në tregun vendas. Sipas tij, Kosova aktualisht ka çmimet më të ulta të derivateve në rajon. Rritja e lehtë e çmimit po lidhet me pasigurinë gjeopolitike në lindjen e mesme, me tensionet në rajonin e Hormuzit dhe me reduktimin e përkohshëm të prodhimit nga OPEC+, që synon të mbajë tregun të qëndrueshëm. Megjithatë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar se furnizimi global aktualisht është më i lartë se kërkesa, gjë që mund të pengojë çdo rritje të madhe të çmimeve në afat të shkurtë.